diasporës për një ngjarje të rëndë fakt që ka ndodhur në Suedi. Ju keni qenë ndër të parët që e keni raportuar, bëhet fjalë për vrasjen e një 20 vjeçari shqiptar. Çfarë ndodhi? Falenderoj herë që ja theksove në raport, që janë i pari dhe i vetmi sepse më ka ardhur keq për një humbje, i shpreh ngushëllimet të familjes në rastin, lejo të shfrytëzoj momentin, shpreh ngushëllimet të familjes, ku një njerëz shqiptar 20 vjeçar me inicialet me L, nuk të duhet të ndaloj për më tutje, me origjinë nga Fieri, në qytetin e Helsingborit, në lagjën e Adelberg, u vra mbas diku afër rreth orës 3 mas mesnate, i shoqëruar me një vajzë. Ishte në makinën e tij. Dhe u qellu mizërisht, u vra në parkingun e shtëpisë tij, poshtë shtëpisë tij. Policia deri tani ka ndaluar një person si i dyshuar në pjesëmarrje dhe në organizimin e tentativës për vrasje dhe vrasje. Se janë, kështu quhet, kështu është shpreha në Suedi, e cila citohet në akuzat që ka personi ndaluar. Personi ndaluar është pa me një makinë, furgon, dhe dyshohet që njerëzit kanë dalë nga furgoni dhe kanë qelluar mbi shqiptarin. Shqiptari për hir të vërtetës ka qenë dihen motivet ose shqiptari për hir të vërtetës ka qenë emër i njohur për policinë, për organet e policisë suedeze, por ama nuk dihet se për çka, sepse Suedia ka një mentalitet tjetër që jemi që ta sqarojmë për familjen që mos të bëjmë akuza këtë të ndjerit. Ka një mentalitet tjetër që emri i njohur i thotë nëse të kapë edhe me cigare hashash, siç e kanë rinia sot. Edhe pra, e ka qenë i njohur për policinë suedeze, por kohët e fundit, muajt e fundit, pas daljes së tij nga një arrest pak mujor që ka pas, ai është shkput komplet nga gjithçka. Dhe pikërisht dyshohet që kjo është një nga arsyet e cila e ka çuar këtë. Është shkput nga jeta pra mosbindja për një aktivitet që ka pas bërë deri dje. Mos ndjekja e rrugës, e shinave, dalja nga shinat, kthimi në një jetë normale. Për momentin kjo është një ndër pistat më të mundshme. E kuptoj. Ka bë pjesë, sepse dikur ka bë pjesë në një nga grupet më të rrezikshme në Suedi dhe në Helsingborg. Po është vetëm 20 vjeçar dhe mos t'ja bëjmë edhe atë CV-n e tij, atë jetën e tij i zi, se nuk ka pas edhe kohë fizike për me bërë atë shumë, por të paktën ka bë pjesë në ato grupet kriminale për aq vite, por ashtu diçka ka qenë pjesë e ekipit futbollit të Helsingborit. Ka luajtur futboll, ka jetuar me familjen për shumë viteve atje, jetonte në një apartament bashkë me vllain e tij. Pra nuk është se e thash 3-4 herë dhe do ta theksoj. Kohët e fundit është shkput nga çdo gjë dhe kjo është pista kryesore. Ka është problematike për fshirja të rinjve shqiptar në grupe mund mos i quajmë kriminale, por në grupe problematike në Suedi, dushi? Komuniteti shqiptar, rinia shqiptare e cila ndodhet ose bien pra viktime e të tilla grupimeve. Ja, rinia shqiptare për hir të vërtetës nuk është ta kthyer në një problem aq të madhor në Suedi. Jo, bile bresa të vije më të vjetër ndoshta, por rinia shqiptare është akoma në ato limitet. Por shiko, edhe rinia shqiptare do kthehen aty ku nisëm, edhe rinia shqiptare atje, nëse s'ka përveç 17 shkurtit edhe 28 nëndorit, 2 herë mlidhen shqiptarët atje dhe si nuk i ke për asnjë gjë tjetër, kupton? Nuk i ke as për një shkollë, nuk i ke as për një kurs gjuhe, nuk mlidhen, nuk i organizon njëri. Dalim aty ku nisim në ambasadën. E kuptoj.
Përveç dy fesave, me këty me kënu, nuk ka, po nuk këtym, po me këndum 2 herë në vit, nuk kemi asë një lloj organizimi tjetër, asë një lloj mbledhje tjetër, që të mblidhemi prej diçka, me fol prej kulturë, prej diçka, jo, s'ka. Edhe do e mbyllim dhe patut, vetëm Noizin edhe Fatmia njohim atje, rinia shqiptare. Vetëm për ahengje. Nuk një fesën abetares. E kuptoj. Dushi, faleminderit shumë që gjetët kohën për këtë lidhje. Faleminderit ju për ftesën, uroj dini mirë. Shikues të nderuar, ishim me gazetarin Ervin Dushi nga Suedia. Ne do të shkojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.